E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku sonte për të ndarë me ju një analizë që në fakt po bëhet shumë e madhe në rrjetet sociale. Do të flasim për Big Brother VIP Albania 5. Një Big Brother që thuhet se do të rikthen personazhe, do të rikthen artistë të cilët kanë qenë të njohur dhe kanë qenë të mrekullueshëm në rrugëtimin e tyre, që nuk kupton Luiz Eli, Eglaceno, Chiara Tito, Eglitako, Donald Veshaj, Romeo Veshaj, Heidi Baci, a do të rikthehen këto në Big Brother VIP Albania 5. Tani, a jemi gati të shohim rikthimin e yjeve më të mëdha në Big Brother VIP Albania 5? Kjo jo që është thjesht edicion i ri, por është kthimi i një epoke, një shans për personazhe që nuk u mësuan me pjesën e jashtme, por duan shfaqje, drama, intriga, çarje shoqërore, klikime, skandale. Kështu le t'i quajmë. Do të thënë, thuhet që njëri nga personazhet do të jetë pjesë e formacionit të Big Brother VIP Albania 5. Kështu që por do dëgjojmë mirë nëse produksioni VIP pa VIP-të që tërheqin vëmendjen, atëherë keni bardhësi dhe njerëz që kanë nevojë për gjëra ekstreme. Do të thënë, thuhet që në Big Brother VIP Albania do të rikthehen personazhet, do të rikthehen artistët të cilët kanë qenë pjesë e këtij formacioni. Kështu që sot kush do të jenë këto yje? Pse produksioni duhet rikthej yjet, do të thënë ka bërë këtë gjë edhe më herët, do të thënë ka rikthyer personazhe, nuk është që do të jetë hera e parë që do të rikthehen, ose të vërtetat dhe jo thjesht fytyra të reja, çfarë loje ka produksioni? Dhe mbi të gjitha, a është publiku gati të blej përsëri lirimin e realitetit me shfaqje spektakolare? Tani, do me thënë, për flitet që do të ketë personazhe, nuk do të jetë Luizi, sepse thonë që Luizi do të kthehet, nuk do të jetë Luizi është shumë i fokusuar tek jeta e tij, tek përditshmëria e tij, me patjetër që nuk do të jetë edhe Chiara, me patjetër që nuk do të jetë edhe Egli, por një nga personazhet kaluar me patjetër që do të jetë. Tani, kujtojmë, shumë sezona ishin të suksesshme kur në shtëpi hynin personazhe që publiku i njihte, i komentonte dhe i kritikonte, do me thënë rikthimet. Por jo gjithmonë rikthimet kanë sjellë sukses tek personazhet, unë kam thënë gjithmonë. Big Brother, nga forma që unë e njoh më, do me thënë si realitet, si lojë, është një formacion që është një botë më vete, është një shtëpi e ndërtuar në një botë, është një botë krejtësisht ndryshe nga realiteti ku ne jetojmë. Në thelb në televizion duket tjetër, po nëse ne do ta marrim librin Big Brother, ta lexojmë, do të kuptojmë një skenar i ndërtuar në detaje për të krijuar shikueshmëri dhe të futesh brenda asaj bote, ti duhet të ndërtosh një njeriu tënd paralel, do me thënë ti jeton me dy njerëz paralel para vetes tënde, je ti përditshmëria dhe je njeriu të cilin ti e ke krijuar për interesin tënd që të arrish deri në finale. Tani, edicioni i fundit i Big Brother VIP Albania 4 mbaroi dhe tani tentimi është për të ngritur pritshmëritë që presin, do me thënë tentimi është të marrin përsëri klikime dhe me patjetër që do ketë një personazh që do bën nami, që do i turbullon të gjithë shqiptarët anë kënd botës. Por çfarë ndodh kur koha vjen? Publiku lodhet, formati rritet. Risku është s'ka më yje qendror ose yje pa personalitet. Do me thënë, flasim, do të ketë personazhe të cilët do të bëjnë namin dhe me patjetër që njëri nga ish banorët do të jetë pjesë e kësaj shtëpi. Unë në fakt do kisha dashur që Luizi, duke qenë një strateg i lindur për këtë lojë, Luizi, Gjesti, do kisha thënë Olta Gixhari, do kisha thënë Egli Tako, do kisha thënë personazhe të tjerë si tani edhe nuk më kujtohen me thënë drejtën sa kanë qenë, për shembull nëse do kthehemi në Big Brotherin e vitit 2004, ka qenë Republika, 2006 ka qenë Qetësori, 2008 ka qenë Jetmiri, domethënë nëse shkojmë me vite, kanë qenë banorë të cilët kanë qenë protagonistë të suksesshëm për të luftuar, se kjo është lojë luftë. Nëse ti nuk lufton çdo ditë, atëherë ti e ke këtë betejën të humbur. Është një luftë që ti e ke me veten. Domethënë, po të futesh në shtëpinë e Big Brotherit, slogani kryesor që ti do lexosh është
pa gjumë me jetë. Do me thënë, nuk flejmë, por luftojmë. Prandaj, për të kthyer të gjithën këtë, për ta bërë Big Brother VIP 5-ën që të jetë edhe më i suksesshëm se 4, që protagonisti që e bëri 4-ën të suksesshëm ishte Gjesti, duhet personalitetet forta. Duhet rikthimi i emrave të fortë, i dramave të papritura, i grindjeve të papritura, dhe jo thjesht opsion për nevojë për të mbijetuar. Do me thënë, Big Brother i do grindje. Sipas lajmeve, prezantuesi Ledion Liço ka dhënë sinjale se edicioni 5 do të vijë së shpejti. Kjo do të thotë, duhet parashikojmë yjet që do të rikthehen. Personazhe që tashmë janë bërë të njohur për publikun shqiptar në mënyrë pozitive ose negative, që do të sjellin edhe debate. Por kujdes, nuk mjafton vetëm emri, njerëzit duan më shumë. Njerëzit duan interakcion, duan skandal, duan momente që të bëhen meme. Pra, rikthimi i yjeve duhet të jetë real, jo thjesht rikthim i një emri të famshëm të një shtëpie. Publiku është me radarin e ndezur, do me thënë publiku rje me radarin dorë. Ai do të ndjej nëse produksioni po e shfrytëzon emrin vetëm për titull, dhe atëherë reaksioni mund të jetë i kundërt. Tani, si mund të përdoren yjet për bumin mediatik? Parashikojmë disa skenare, do i skenojmë në kokë disa skenare për yjet, për median. Një yll i njohur hyn si shpëtimtari. Për shembull, një nga personazhet do të jetë shpëtimtari i asaj shtëpie. Por brenda shtëpisë zbulon se nuk i përket atij as fama që e solli dhe përjeton humbje imazhi, protest publike. Në këtë rast do me thënë që ndodhin, shpesh futen me pushkën dorë që të bëjnë namin dhe pastaj dalin me plumbin e pashtypur. Kemi tjetër, për shembull, një rikthim i fortë i një ish-banori që kishte krijuar skandale. Për shembull, kemi patur rikthimin të Jetmirit, me gjithë respektin, por Jetmiri kur hyri përsëri në Big Brother dështoi. Do të thënë, jo çdo rikthim i ditë në Big Brother ti të ndihmon që ti jesh në piedestal. Big Brotheri dhe të rëmben, nëse ti nuk e rëmben atë, sepse janë 17 karaktere, janë 17 banorë që ti nuk i njeh, janë 100 kamera brenda asaj shtëpie, janë mbi 200 drita që ti të defokusojnë, dhe janë shumë zëra që ti të flasin si nga qielli që ti nuk e kupton në fakt se çfarë po ndodh brenda një formacioni që natën kur ti je duke fjetur kalojnë njerëz nga pas produksioni si mumje. Do të thënë, është një botë që ti e ke për ta sfiduar dhe jo çdo kush mund të arrijë ta kalon. Yje që nuk janë VIP-a tradicional që kanë qenë vitin e kaluar dhe që përflitet që do të jenë dhe këtë vit. Dhe personazhe që ne nuk i njohim që do dalin për herë të parë tek publiku shqiptar. Tani, çfarë ka në lojë për publikun dhe pse duhet të shkosh pas përshkrimit që unë bëj? Për publikun, rikthimi i yjeve do të thotë më shumë argëtim, më shumë zhurmë, më shumë komente. Yjet janë kulminacioni i komenteve, do të thënë e mbajnë me një video shkojnë 2-3 milion, 4 milion shikime, 10.000 komente, 100.000 lajka etj. Do të thënë e rritën famën e tij. Por gjithashtu rizjerohet dilema, a duam të shikojmë sërish të njëjtë atyje që kemi parë, apo duam ndryshimin real që në këtë formacionin që është këtë vit, nga të gjitha informacionet që ka mund, do të thënë do të jetë krejtësisht ndryshe. Flasim për një shtëpi miliona euro të kushtueshme, flasim për disa dhoma që do të hapen për herë të parë në këtë formacion, do të thënë duke u bazuar në Big Brotherin e Londrës, në Big Brotherin e Ukrainës, në Big Brotherin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Serbisë, të Gjermanisë, në çdo vit ka nga njërisi dhe këto janë zinxhiri lidhur, që do të thënë nëse këtë vit e bën Ukraina, vitin e ardhshëm do ta bëj Hollanda, vitin tjetër do ta bëj Shqipëria, do të thënë shkon zinxhir i asaj se çfarë hapet dhe çfarë lojrash ndodhin në këtë shtëpi, do të thënë është një lojë inteligjente që për ato njerëz që të cilët din ta kuptojnë dhe zhyten brenda kësaj loje, fitojnë piedestalin. Përflitet që do të ketë rikthime të fuqishme, përflitet që do të ketë banor të fuqishëm, por të gjitha këto do t'i ndjekim së shpejti dhe ju premtoj që nga muaji nëntor do t'u zbuloj i fix datën se kur do të startoj Big Brother VIP Albania, edhe pse të gjithë e dim që është në natën e lindjes së Krishtit Noel, më datën 24 dhjetor, por më detaj do ta kuptojmë në muajt në vazhdim.